të flasë për ndarje pushtetesh, njeriu që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi i botës. Dhe këtë e ka bërë parafolsi që ishte këtu, në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njeri që ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe merr përsipër të ndërhyj te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapos së bandës Elbasanit. Është ai atje. Dhe ky që është sot drejtuesi i Spakut ka një detyrë, atë dosje që e mban të fshehur apo të fjetur, t'ia vë emrin si doj, do duhet ta çojë përpara, sepse shqiptarët do duhet dinë se kush vjen në këtë foltore dhe bën teatr me ndarjen e pushteteve. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. E sa për mos kuptimin ton të vendimit gjykatës kushtetuese, të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Tauland Balla, është 2 herë fundi i botës. Po, 1-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithë bashk që dilni studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status të barabartë me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi 1-0 se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se Spaku ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Prandaj përpara se të vini dhe të shisni dhe nuk ka asnjë vendim që t'i ka dhënë drejt kryeministrit.